Problematika të mëdha ka shkaktuar moti i keq me rreshje të dendura shiu në qarkun e Korçës. Në bashkinë e Kolonjës janë marrë masa për devijimin e rrjedhës së lumit me qëllim parandalimin e dëmtimit të urës së qinamit. Aktualisht ura në Novosel është riparuar dhe qarkullimi vijon normalisht. Ndërkohë, po kryhet shkarkimi i depos së ujit, pastrimi dhe klorinimi. Janë marrë mosra për analiza dhe është njoftuar popullata që të mos konsumojë ujin deri në njoftim të dytë. Në Maliq ka prezencë uji në 133 banesa, teksa problemi janë dëmtimet e akseve me Smal, Velçan, Selc, Lozhan, Fshat, Desmir, Moçan dhe Fshati Dolan. Në këto zona janë në rrezik shembje 5 banesa. Qarkullimi në akset Korç-Ersek, Zëmblak, Goric dhe Bilisht Miras paraqitet normal. Përjashtim bën ura lidhse midis fshatrave Qinam-Selenic, e cila mbetet e bllokuar që nga mbrëmja e djeshme. Në segmentin Ersek-Leskovik, 3 urat, qarkullimi zhvillohet pa probleme, po kështu rruga Maliq-Lozhan, Kufi, Gramsh është e kalueshme normalisht. Në segmentet Korç-Boboshtic-Dardh, rruga ka çeduar nga subjekti u morën masat duke vendosur sinjalistik portative informuese për ngushtim rruge. Situata problematike është raportuar edhe në qarkun e Fierit, ndërsa sipas përditësimeve të fundit, situata është drejt përmirësimit. Niveli i lumit të Vjosës, Semanit dhe Shkumbinit është në rënje, ndërsa ujërat kanë filluar të tërhiqen edhe nga tokat bujqësore.